Shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor janë një nga instrumentat më të rëndësishëm për modernizimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë shqiptare. Kemi ujë, kemi klimë, kemi tokë të mirë dhe kemi fermerë që punojnë nga mëngjesi në mbrëmje. Por puna e mirë nuk mjafton kur je vetëm. Kur je vetëm, pleun e ble më shtrenjtë. Kur je vetëm, çmimin ta vendos tregtari. Kur je vetëm, makinerit nuk i përballon dot. Kur je vetëm, standardet e Europës janë shumë larg. Ama kur bashkoheni, ndryshon gjithçka. Shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor janë pikërisht kjo, fermerë që bashkojnë forcat. Kostot ulen deri në 30%, prodhimi rritet, investoni bashk në përpunim dhe magazinim, dilni në treg si një zë i vetëm, jo si 10 zëra të vegjël. Dhe të jemi të qartë për një gjë. Toka mbetet e jotja, ferma mbetet e jotja, askush nuk të merr asgjë, ju bashkoni vetëm forcën, jo pronën. Qeveria shqiptare përmes skemës kombëtare të mbështetjes për vitin 2026 financon deri në 100% masat e dedikuara për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor. Dhe kur je i organizuar, dyert e fondeve europiane hapen shumë më lehtë. Rruga jon, nga fermeri vetëm tek fuqia e bashkimit, nga prodhimi tek vlera e shtuar, nga mbështetja tek investimi, nga tregu i fshatit tek tregu europian. Dhe për të duart trokitur, jemi të qartë, duhen të dyja duart. Vijojmë bashk, më të organizuar, më konkurrues, më pranë Europës.